Shoqata e prokurorëve të Republikës së Shqipërisë në kuadër të debatit publik mbi gjykimin kushtetues lidhur me pagat e magjistratëve vlerëson të domosdoshme mbrojtjen e parimeve të shtetit të së drejtës dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë. Shoqata nënvizon përmes një reagimi se debatet publike mbi çështje që prekin drejtësinë duhet të zhvillohen në mënyrë të përgjithshme, të balancuar dhe me respekt për rolin kushtetues të magjistratëve. Çdo formë retorike që synon të kthejë opinionin publik kundër magjistratëve nuk i shërben forcimit të së drejtës, thuhet në reagimin e saj. Shoqata e prokurorëve mbështet qëndrimet e shoqatave të gjyqtarëve dhe thekson se çdo ndryshim ligjor që sjell regres në standardet ekzistuese apo ulje të pagave të magjistratëve përbën cënim të garancive kushtetuese. Në këtë kuadër, shoqata e prokurorëve thotë se gjykimi kushtetues i iniciuar nga shoqatat e gjyqtarëve duhet të përfundojë i pavarur dhe i pandikuar. Ajo shpreh besimin e plot në gjykatën kushtetuese si autoriteti i vetëm legjitim për vendimarrjen përfundimtare.